Më 18 mars 2025, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan marrëveshje të përbashkët në aspektin e mbrojtjes. Marrëveshja, e cila brenda saj ka 10 pika që do të zbatohen në aspektin ushtarak, përfshin edhe atë investimeve në municion e pajisje ushtarake. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se brenda kornizave të dakordancës është edhe prodhimi i armëve dhe municioneve. Kjo rritje graduale e buxhetit të luftës sigurisht që do të shkojë edhe për investime, të cilat do të jenë në teknologji, do të jenë në infrastrukturë, do të jenë në armatim dhe në këtë kuadër përkon edhe kjo rritje e buxhetit dhe interesimit për industrinë e mbrojtjes, ku Shqipëria dhe Kosova krahas po themi armëve siç është armëve të lehta, edhe Shqipëria dhe Kosova po përgatiten për të pasur prodhimet e tyre të armëve të lehta, të cilët i shërbejnë këmbësërisë dhe forcave të armatosura. Softa vlerëson se kjo marrëveshje ka shqetësuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas tij, nëse cënohet siguria e 3 vendeve nga Serbia, automatikisht hyn në përdorim neni 5 i NATO-s, pasi që Serbia është pjesë e saj. Një shqetësim i Vučić ka qenë që frika, duke përmendur drejt për drejt edhe Shqipërinë, sepse në këtë marrëveshje ne do të jemi në unison në rastin e një prekje të territorit të Kosovës apo territorit të Kroacisë apo territorit të Shqipërisë. Edhe pse jemi antar të NATO-s dhe do të futet në neni 5 i mbrojtjes kolektive. Në anën tjetër, intensifikimi i kësaj marrëveshje pritet muajt në vijim. Sipas njohësit të sigurisë Avni Islami, rëndësia e bashkëpunimit trilateral është e nivelit gjeopolitik dhe sigurisë që përfshin Ballkanin Perëndimor. Unë besoj që pas formimit të qeverisë së re do të vazhdojnë aty ku ka mbetur punë, dhe kjo marrëveshje do të vazhdojë edhe më tutje të jetësohet, nga se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishëm në planin gjeopolitik dhe gjeostrategjik në nivelin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në anën tjetër konsideroj që kjo marrëveshje do të prodhojë paqe dhe siguri në planin afatgjatë. Së fundmi, ministri në detyrë i mbrojtjes Ejub Maqedonci dhe homologu i tij Pirro Vengo nënshkruan marrëveshje për prodhimin e përbashkët të autoblindës ushtarake Shota, e cila do të prodhohet përveç se në Shqipëri edhe në Kosovë.